Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materiale në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale D, 39 vjeç, banues në Sarandë, pasi më datë 19/11/2025 në lagje numër 1 Sarandë për motive të dobta është konfliktuar me shtetasin me iniciale GL, 43 vjeç. Gjatë kontrollit ushtruar ndaj shtetasit ED, i u gjet dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale një mjet prerës thik. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Konispol, në vijim të ngjarjes së ndodhur më datë 13/11/2025 në Konispol, ku godit me mjete të forta dhe u dëmtua shtetasi EK, 18 vjeç, si dhe automjeti i tij, kapën shtetasit e shpallur në kërkim, FA, 18 vjeç, OL, 19 vjeç, si edhe një shtetas të mitur 17 vjeç. Mbas konsultimit me prokurorin e rastit, këta shtetas do të hetohen penalisht në gjendje të lirë për veprat penale, plagosje let me dashje dhe shkatërimi i pronës të kryera në bashkëpunim. Vijon puna edhe për kapjen dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të shtetasit ND. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.